Kryeministri Edi Rama deklaroi sot nga Berlini se objektivi për antarësimin me të drejta të plota të Shqipërisë në Bashkimin Evropian për vitin 2030 nuk bazohet në dëshirë, por në fakte. Rama ndodhet në Berlin për të marrë pjesë në Global Dialogue, forumi ndërkombëtar i nivelit të lartë që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin e Gjermanisë. I ftuar në tërezën e dialogut përballë moderatorit të njohur Ali Aslan, Rama u shpreh se me Komisionin Evropian është rënë dakord për një kalendar. Dëgjoni, nuk jam fort i sigur që të gjithë kanë të qartë hartën e Bashkimit Evropian, me këtë dua të them që në historinë e hartave Bashkimi Evropian është i vetmi realitet gjeografik e gjeopolitik që ka dy kufi. Zakonisht çdo subjekt gjeografik e gjeopolitik ka një kufi, kufirin e jashtëm. Bashkimi Evropian ka dy, një të jashtëm dhe një të brendshëm, dhe brenda perimetrit kufirit të brendshëm jemi ne. Kështu që në një farë mënyrë jemi kërthiza e Bashkimit Evropian. Hezitimi për t'u bashkuar me këtë pjesë është absolutisht një ide jo e mirë. Unë besoj fort që për të gjitha ato arsye të mira është Bashkimi Evropian që ka nevojë për Ballkanin Perëndimor si pjesë e realitetit të vet, po aq sa kemi nevojë ne për Bashkimin Evropian, sigurisht. Jo, na duhet të mbetemi tragjikisht optimist nëse nuk dua më që të kalojmë në vetpëlqim, sepse ky është një moment në kohë kur, siç e thash, ndikimi i një turistnie shumë të lartë që vjen prej agresionit rus, po jo vetëm prej agresionit rus, po në përgjithësi nga ndryshimet e mëdha në botë është i tillë që mban Bashkimin Evropian shumë të përqendruar në këtë aspekt. Nga ana tjetër, sidoqoftë, me Bashkimin Evropian nuk i dihet kurrë, nuk është një bishe parashikueshme, mund të ndryshojë, sepse nuk është një vend, është një asamble 27-she, pra është një farë mënyre një pacient me 27 mjek, të gjithë patolog, dhe kjo ndërlikon edhe më shumë, sepse ju duhet që në çdo moment të bien dakord për çdo gjë, dhe kjo mund t'i ndërlikojë gjërat në të ardhmen, kështu që tragjikisht optimist është pozita më e mirë për të qëndruar. Tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, por gjithmonë optimist. Është një objektiv që nuk bazohet në ndonjë dëshirë, është e bazuar në fakte. Së bashku me Bashkimin Evropian dhe me Komisionin kemi rënë dakord për një kalendar. Kalendari punës nënkupton që për gjitha detyrat e shtëpisë që duhet të bëjmë për të arritur antarësimin me drejtat plota, në aspektin teknik, na duhet që të vazhdojmë nga tani deri në 2027 dhe të mbyllim kapitujt. Është e vërtet një sfidë shumë e madhe për ne, por në qoftë se ecim në përputhje me agjendën, me kalendarin, atëherë ana e tyre marrëveshjes është që ata do t'i quajnë të mbyllura negociatat dhe do t'i kërkojnë shteteve anëtare të ratifikojnë. Për procesin e ratifikimit kemi parashikuar edhe 2 vjet të tjera, që do të thotë 2027-2029, jap se kam thënë 2030 bazuar në këtë marrëveshje. Nuk është një gjë e thjeshtë, e dëshirojmë. Shefi i qeverisë njoftoi se çdo deputet i partisë së tij në kuvend do të ketë një asistent personal të krijuar nga diella. Ndaj për herë të parë, diella është shtatzën dhe për 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë dhe do të shërbejë si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare dhe do të mbajë shënim për çdo gjë që ndodh dhe do të sugjerojë antarët e parlamentit. Këto fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre.